Thank you, Simona, dear international guests. Faleminderit Simona, mirë se erdhët në Shqipëri. Tani dëgjohet maggioranca e do dëgjoni të vërtetën. Tani me lejen tuaj do vazhdoj në shqip. Të nderuar përfaqësues të Komisionit Venecias, të nderuar kolegë deputet, të nderuar profesorë, të nderuar të së drejtës kushtetuese, miq. Drejtësia kushtetuese është përpjekja më fisnike që mendjet më të përgjegjshme të politikës dhe të shtetit kanë ndërmarrë ndonjëherë për t'u dhënë qytetarëve garanci ndaj abuzimit, mbrojtje ndaj tiranisë, po njëkohësisht dhe dinjitet përballë pushtetit. Në thelb, ajo është ideja se askush nuk është mbi ligjin, as shumica, as pushteti. Dhe besoj që kjo është dhe rrënja e demokracisë tonë. Në çdo shtet modern, kushtetuta është akti më i lartë juridik dhe mbi këtë themel ngrihet një ekuilibër shumë delikat midis vullnetit politik të shumicës dhe kontrollit juridik të kushtetutës. Parlamenti në fund ditës është edhe shprehja e sovranitetit të popullit, ndërkohë që gjykata kushtetuese është aty si garanci që ky sovranitet ushtrohet brenda kufinëve të ligjit dhe të së drejtës. Parlamenti prodhon ligje, ndërkohë që gjykata kushtetuese garanton që ato ligje janë të përputhshme me parimet e kushtetutës. Ky kontroll nuk është një akt politik dhe nuk ka pse të jetë një akt politik, por është një akt garantues dhe është një mburojë e lirisë kundër arbitraritetit. Kur gjykata e shpall një ligj antikushtetues, ajo nuk e sfidon sovranitetin e parlamentit, po i kujton atij se sovraniteti nuk është i pakufizuar. Ashtu siç shpreh dhe doktrina europiane e shtetit të së drejtës, parlamenti është sovran, por kushtetuta është e shenjtë. Ky kontroll juridik është thelbësor për të ruajtur besimin publik. I jep qytetarit garanci se pushteti nuk vepron sipas interesit të çastit, por sipas normës më të lartë të drejtësisë. Drejtësia kushtetuese dhe parlamenti përfaqësojnë ose duhet përfaqësojnë dy shtylla të ndara nga funksioni, por të bashkuara në qëllimin e ruajtjes së shtetit të së drejtës dhe dinjitetit të qytetarëve. Vendimet e gjykatës kushtetuese shpesh udhëzojnë parlamentin se si duhet interpretuar një parim kushtetues, ndërkohë që parlamenti nëpërmjet reformave i jep këtyre vendimeve një sens praktik. Ky është një dialog i shëndetshëm me çdo demokracie, mund të ketë sigurisht një dialog ndërmjet arsyes ligjore dhe vullnetit politik, ku secili pushtet ushtron kompetencën e vet pa e zbehur autoritetin e tjetrit. Në këtë frymë, Komisioni i Venecias ka qenë partneri më i çmuar i demokracisë shqiptare. Një partner që gjatë 35 viteve rrugtim demokratik, por njëkohësisht dhe 30 viteve antarësim në Këshillin e Evropës, ka ndihmuar që të ruhen ekuilibra institucional, ka ndihmuar edhe të forcojë shtetin e së drejtës. Të dy këto institucione, Këshilli i Evropës, Komisioni i Venecias, kanë qenë në mënyrë të përsëritur një ndihmë e madhe dhe shumë e vyer për Shqipërinë. Dhe më lejoni të falenderoj edhe në emër të opozitës për herët e panumërta kur Shqipëria i është drejtuar Komisionit Venecias dhe është ndihmuar që të ruaj balancën e pushteteve, por dhe frymën kushtetuese. Që nga miratimi i kushtetutës viti 1998 dhe deri tek reforma në drejtësi e vitit 2016, opinioneve të Komisionit Venecias i është dhënë një peshë vendimtare në çdo etapë të ndërtimit të institucioneve. Në momente krize, Komisioni ka qenë një arbitër i paanshëm, një i tretë i besueshëm, që ka ndihmuar në rivendosjen e ekuilibrave kushtetues dhe në mbajtjen gjallë të frymës së dialogut. E vetmja gjë që do bie dakord sot me zotin Balla në fakt është instrumenti i Rule of Law Checklist. Një udhërrëfyes praktik për të matur nivelin e ligjshmërisë, pavarësisë, transparencës dhe respektimit të drejtave të njeriut. Përdorimi i kësaj liste si referues nga kuvendi, nga gjykata kushtetuese, nga institucionet e pavarura, do të siguronte që çdo reformë ligjore e kalon më parë testin e shtetit të së drejtës, përpara se të kalojë testin politik të shumicës. Pa ajo që nuk bie dakord është fakti që ne shohim këtë Rule of Law Checklist vetëm në kaun e institucionet pavarura dhe nuk shohim asnjëherë detyrimet që ka parlamenti, ose kufijt të cilët nuk duhet shkel parlamenti. Përdorimi i kësaj liste sigurisht që është shumë i rëndësishëm, por çfarë ndodh nëse prishet ekuilibri?
Gjithë ju kujtohet kur Shqipëria ishte 3 vite pa gjykatë kushtetuese funksionale, në periudhën 2017 deri në vitin 2020. Reforma në drejtësi, megjithëse u nis me qëllime të mira dhe me një kontribut shumë të rëndësishëm të Partisë Demokratike, e la vendin 3 vite pa gjykatë kushtetuese. Në atë kohë, Shqipëria ishte një shtet pa arbitër kushtetues. Nuk ekzistonte asnjë organ që të kontrollonte ligjet, vendimet e kuvendit apo aktet e qeverisë. Çdo nismë që prekte balancat e pushtetit mbeti pa testin e kushtetueshmërisë. Ka si duket fatkeqësisht majoranca u mësua pa të. Ky boshllëk nuk ishte teknik, ishte krizë e demokracisë, sepse aty ku mungon gjykata që interpreton kushtetutën, aty mungon edhe institucioni që frenon pushtetin. Në ato vite, disa nga vendimet më të debatueshme të qeverisë, duke përfshirë prishjen e teatrit kombëtar, nuk patën mundësi që të shqyrtohen nga asnjë organ kushtetues. Madje dhe vendimi i vonuar i gjykatës kushtetuese për këtë çështje, për shkak të mungesës së kuorumit që u prek nga 2 anëtarët e nderuar, zoti Pavli dhe zoti Dimitrov, nuk arritën dot që t'i japin drejtësi të plotë. Në një sistem demokratik, ky është momenti kur ndarja e pushteteve duhet të funksionojë si një mekanizëm korrigjues, por në Shqipëri ajo mungoi. Në fakt për mua si deputete në atë kohë ka qenë troditës fakti kur dëgjoja deklaratat e shumicës politike, më mirë pa gjykatë kushtetuese se me të. Dhe Komisioni i Venecias me drejtë e quajti këtë një situatë unike në historinë e drejtësisë kushtetuese. Sepse kur një vend pranon të jetojë pa gjykatë kushtetuese, rrezikon të jetojë pa demokraci. Mungesa e gjykatës kushtetuese nuk dëmtoi vetëm rendin e brendshëm, po njëkohësisht edhe rrugtimin evropian të Shqipërisë. Në raportin e Komisionit Evropian vitet 2018-2020, ajo u cilësua si një pengesë serioze për funksionimin e shtetit të së drejtës. Ky përjetim institucional na mësoi një të vërtetë themelore. Një shtet pa gjykatë kushtetuese është një orë pa busull. Mund të ecë përkohësisht, por ecën në drejtimin e gabuar. Megjithatë, sfidat e gjykatës kushtetuese duket që nuk kanë përfunduar. Edhe pas reformës në drejtësi, proceset e emërimit dhe funksionimit të saj u tentuan që të minoheshin nga shumica politike që ndonse i votoi ndryshimet kushtetuese, më pas refuzoi që të zbatonte ato. Ky besoj që është një sinjal i qartë edhe i mungesës vullnetit politik për një demokraci institucionale funksionale. Nuk është prandaj për t'u habitur që shpesh herë vazhdimisht është tentuar që të zgjerohet ndikimi përtej kufijve kushtetues, nëpërmjet ndërhyrjes në përbërjen dhe proceset e emërimeve në gjykatën kushtetuese. E gjithë kjo tregon një mentalitet politik që mua më vjen keq të them, po nuk i njeh kufijt institucional, edhe një kulturë politike që ka uzurpuar shumë hapësira të cilat deri më dje kanë qenë të pavarura. Mund kuptohet shpesh raste edhe lodhja e Komisionit Venecias që për vite me radhë është dashur që të merret me të njëjtat shmangje nga rruga kushtetuese dhe me të njëjtat pyetje, me të njëjtat çështje, me rekomandime të njëjta për atë që ka qenë e qartë, e shkruar e zeza mbi të bardhë. Por ajo që është më shqetësuese është fakti se ndonse njohësit e mirë të kushtetutës e din rrugën e duhur, shpesh herë ne zgjedhim rrugën e forcës, jo atë që duhet. Unë besoj që sot këto javë janë një shembull i qartë edhe i përpjekjeve për të ndikuar mbi përbërjen dhe integritetin e gjykatës kushtetuese. Ndërprerja e mandatit të një anëtari i gjykatës kushtetuese, që deri dje përfaqësonte mendimet e minorancës, për mua është një ndërhyrje në përbërjen e kësaj gjykate. Sa herë që vendimet priten jenë të rëndësishme, nis presioni për ndryshime. Ky instrumentalizim dhe kjo politikë dy standardesh është rreziku më i madh për drejtsinë kushtetuese. Dhe unë besoj që ne duhet të gjithë të kujdesemi që t'i ruajmë shtyllën kurrizore gjykatës kushtetuese. Ndërprerja e mandateve kushtetuese, mos respektimi i hierarkisë institucionale për dekretet e presidentit, apo dhe refuzimi për të zbatuar qartë vendimet e gjykatës janë shembuj të kësaj logjike të rrezikshme. Unë besoj që jemi në një fushë të minuar ku institucionet kushtetuese duhen përdorur për të forcuar shtetin e së drejtës dhe jo për ta dobësuar atë. Dhe kjo është një përpjekje edhe e pandershme, por edhe thellësisht anti-europiane për të shërbyer pushtetit. Demokracia në fund të ditës është ekuilibër. Nuk është vetëm qeveria që vendos, është gjykata që kontrollon, është media që pyet, është parlamenti që kërkon llogari. Kur njëra palëzën gjithë hapësirën, atëherë liria humb. Dhe bashkë me të humb edhe shpresa për një shtet të drejtë. Dhe kjo ka sigurisht edhe kosto të rënda.
Fatkeqësisht, me të gjithë reformën në drejtësi, ne kemi parë që parlamenti dhe jo rrallë qeveria kanë refuzuar që të zbatojnë vendimet e gjykatës kushtetuese. Shpesh krizat tona politike kanë qenë produkt i mungesës respekti ndaj vendimeve të saj, e rrjedhimisht edhe ndaj kushtetutës. Çështja e konfliktit interesit të deputetëve në krye të detyrës nuk është e re për gjykatën kushtetuese, as për parlamentin, ashtu siç përmendi dhe gjyqtari Pavli, as për të drejtën europiane. Edhe në vitet e para të reformës në drejtësi, gjykata ka qenë e qartë në interpretimin e saj dhe parlamenti, pavarësisht debateve, i ka zbatuar vendimet. Mirë po në rastin më të fundit, mua më vjen keq të them që ne kemi përjetuar një tiramit shumicës. Parlamenti ka hedhur në kosh një vendim të qartë të gjykatës kushtetuese për ndërprerjen e mandatit të një deputeti të shumicës, duke u angazhuar në një sër akrobacish, duke konsumuar dhe Komisionin e Venecias dhe duke mos e zbatuar vendimin e qartë, por edhe sugjerimin e qartë të shkruar e zeza mbi të bardhë. Detyra e gjykatës kushtetuese nuk është që të merret me konfliktet tona politike. Ajo ka për mision që të mbrojë 3 vlera themelore: shtetin e të drejtës, demokracinë dhe të drejtat e njeriut. E më lejoni të ndal shumë shkurt te kjo e fundit, të drejtat e njeriut, sepse demokracia në fund ditës nuk është vetëm ndarje pushtetesh, po është mbi të gjitha mbrojtja e njeriut nga pushteti. Dhe pikërisht këtu gjykata kushtetuese ka rolin e saj më të lartë. Pas reformës të vitit 2016, qytetarët fituan të drejtën edhe të drejtohen vetë gjykatës kushtetuese, sa herë që janë shkelur liritë dhe drejtat e tyre. Ky është një hap i madh përpara, një reformë që është vendosur drejtësinë nga zyra tek qytetari. Por që kjo reformë të ketë kuptim, gjykata kushtetuese duhet ta përqendrojë punën e saj tek qytetari dhe tek dinjiteti i tij. Dhe ajo duhet të jetë mbrojtëse. Së pari të drejtës së pronës, sepse prona është garancia e lirisë dhe jetës private, si shumë pak vendet bllokut komunist, fatkeqësisht Shqipëria ka trashëguar nga diktatura 2 plagë shumë thella. E para, një shtet zyrtarisht ateist dhe një ekonomi tërësisht kolektive. Prona është mohuar, liria është zhveshur nga çdo kuptim dhe individi fatkeqësisht është zhveshur edhe nga koncepti i pronësisë. Sot, pas 3 dekadash tranzicion, kjo plagë nuk është shëruar akoma. Shumica aktuale ka tërhequr çështjen e pronave në një pikë shumë vështirë për të kthyer pas dhe ka miratuar një ligj që gjykata kushtetuese e ka shpallur pjesërisht antikushtetues, që kushton shumë rënd qytetarëve, po edhe faturë shtetit financiare. Ky ligj e ka zhvlerësuar pronën çdo ditë më shumë dhe është një hap pas për respektimin e drejtës themelore të qytetarit. Vendimet e Gjykatës Europiane për drejtat e njeriut e kanë rrëzuar këtë qasje dhe në fakt kanë vendosur një standard shumë të rëndësishëm me çështjen e Manushaqe Puto e tjerë për pagesat, po njëkohësisht edhe për vlerën që duhet të ketë kompensimi financiar në rastin e drejtës pronës. Sot Shqipëria është një nga vendet e pakta të ish bllokut komunist ku vlera e pronës ulet në 20% nëse ti do ta marrësh të drejtën e pronësisë. Dhe për mua kjo është një shkelje shumë e rëndë e drejtave të njeriut. Këto nuk janë çështje juridike, as çështje politike. Këto janë themeli moral i çdo republike. Nëse në këtë moment vlerat fillojnë që të mungojnë, atëherë dhe drejtësia kushtetuese, oksigjeni i demokracisë fillon që të rrallohet. Atëherë pushteti bëhet arbitrar, qytetari është i pambrojtur dhe liria mbetet vetëm një fjalë në letër. Prandaj sot më shumë se kur Shqipëria ka nevojë për një drejtësi kushtetuese të pavarur, me integritet, po njëkohësisht me autoritet moral dhe institucional, që ta detyrojë çdo pushtet që t'i nënshtrohet verdiktit saj, pa e keq përdorur për interesa politike. Një drejtësi kushtetuese e fortë është aleati më i mirë i qytetarëve shqiptar dhe i kësaj demokracie ende të brisht fatkeqësisht, po që është në formim e sipër. Sepse në fundit vetëm një drejtësi kushtetuese e denjë mund të kthejë shqiptarëve besimin e shumë kërkuar tek drejtësia. Kështu që unë besoj që secili prej nesh duhet punojë shumë fort që gjykata kushtetuese të mbetet zëri i qytetarëve, po të mbetet edhe ndërgjegjja e shtetit. Le ta mbrojmë ndarjen e pushteteve si garanci të lirisë dhe le t'i japim drejtësisë kushtetuese rolin që meriton, të mbrojë demokracinë duke mbrojtur njeriu. Faleminderit.